Po e them mendimin tënd, do me thënë mund të jemi pak më selektiv në këtë pjesë, sepse ju çdo kush që ka... Nuk lejon me qenë selektiv, përderisa ka të tillë që nuk pranojnë fare me të ardhur në studio dhe ka të tillë që më zpresin me të ardhur në studio. Pastaj ti je i detyruar me bisedu një temë caktuar me një influencer kushdo që qatë bisedë që efton influenceri nuk do ta diskutojmë në rrjedha që ai dëshiron. Po, patjetër që po. Aty pajtohen plotësisht. Patjetër aty pajtohen plotësisht. Edhe tjetra jemi bërë krejt analista. Do me thonë, analistat politikës në Kosovë të njëjtit, analistat politikës në Ukrainë të njëjtit, të luftës në Izrael po të njëjtit, të ekonomisë të njëjtit dhe të kulturës të njëjtit. Po nuk mundesh me i ditë krejt, bre? Është absurde. Unë nuk e marrë për shembull përgjithësinë me analizu politikën Izrael se si jetojnë në Izrael. Mu i me analizu politikën në Kosovë. Jo do mos dëshmërisht do të me jetu në Izrael. Po s'mundemi me i ditë bre krejt, apo kupton, është pak absurde. Izraeli është shumë kompleks për me për të njëjtin person. Mundet me fol një analist i caktuar që përcjell politikën në Izrael, po jo i njëjti me të fol për të gjitha politikat botërore. Jo i njëjti me të folë për ekonominë, për kulturën. Ekonomisht. Shansë nuk ka, për juridikon, nuk mundesh. Po na s'kena debate shumë për ekonominë, a kena debate veç për politikë. Edhe ato që janë po të njëjtë. Për sociale se qysh jeton, a jeton musja me djeher, apo ka tema që së përqasit mija, këme diçka. Jo, one po folë për vetë që të nëjë, one nuk shkojt tema që së shfushem. Ani këm fushem të drejtësis, shkenca politike, diplomacisë, këto kom thire akademike, jemi të thirëm, jam PhD, mëndona me kripunëm ma të mirë të mëshme, komponimë shqetsore, punoj çdo ditë, më konë ma i mirë për nesër, mas nesër, fusha tjera, qasën përket, asë nuk du me mendu me janë dena. Do t'ishte mirë, me ndonin gjithë. Edhe sporti, ka fusha juridike, ju më konë me një emision i ftumë për sport, për qështë juridike, o konë qështja... është qështi tjetër. Jo, po du me thonë që pa drejtësi, pa ekonomi,